Sëmundjet kardiovaskulare duket se nuk njohin moshë pasi në Shqipëri kanë filluar të prekin edhe të rinjt. Ky fenomen është regjistruar në qytetin e Elbasanit ku temperaturat e larta kanë favorizuar shqetësime të zemrës dhe të frymarrjes tek të rinjt. Arsyet kryesore sipas mjekes kardiologe Diamanta Shuteriqi mbeten keq ushqyerja, pirja e duanit dhe alkoolit, kafet e tepërta si dhe punët e rënda fizike, që të gjitha këto çojnë në sforcimin dhe rritjen e rrajeve të zemrës. Kardiologja Shuteriqi u bën thirrje qytetarëve që të kërkojnë ndihmën e mjekëve sapo konstatojnë shqetësimet e para të zemrës, ndërsa personave që vuajnë vazhdimisht prej saj u kërkohet të rishikojnë dozën e mjekimeve në këtë periudhë të nxehtë, duke u konsultuar me mjekët specialist. Në fund, këshilla më e vlefshme për këto ditë të nxehta vere mbetet shmangja nga orët e zgjatura të qëndrimit në diell, si dhe konsumimi i sa më shumë lëngjeve.